Ka nisur me shtyrje gjyqi ndaj Mark Frokut në gjykatën e Tiranës. Ish-deputeti akuzohet për vrasjen e Aleksandër Kurtit në Belgjik në vitin 1999. Gjithashtu mbi të rëndojnë edhe akuzat e pastrimit të parave dhe ndërtimit të palishëm. Në këtë proces Froku është i bashkëpandehur edhe me Kristian Kurtajn, i cili për këtë seancë nuk kishte dieni. Edhe pse Kurtaj përfaqësohej nga 2 avokat, gjykata vendosi të shtyjë gjyqin për në 26 prill për njoftimin e tij. Procesi në gjykatën e shkallës së parë filloi pas shpalljes së moskompetencës nga ana e gjykatës së lartë. Gjatë hetimit Froku gëzonte mandatin e deputetit nga i cili hoqi dorë më pas. Duke qenë se Froku nuk e kishte më statusin, gjykata e lartë u detyrua ta delegojë dosjen në shkallën e parë. Sipas prokurorisë së përgjithshme e cila kreu hetimin, Mark Froku është autori vrasjes në Bruksel të Aleksandër Kurtit. Ai mbante në këtë periudhë identitetin e Besnik Morinës, Dritan Froku dhe Piro Sofrani, dhe në dosjen belge është i cituar me këto emra. Prokuroria e akuzon ish-deputetin edhe për pastrimin e $2 milion të dyshuara se janë produkti aktiviteteve kriminale.